Se me një pyetje që si përgjigja pak më parë. Pyetjen e paro? Ishte ironike se unë të pyeta në fillim bisedës si rëzot diktatori dhe ti thuat ti mu përgjigje mu si pas teje. Gjithë mori the Përgjigja se më ngatroj ylli. Si rëzot. Përgjigja se më ngatroj ylli. Unë të gatrova. Si në një demokraci, si bëhet është përmes Po s'jemi demokraci fare. Po vetmes e ketë sankcionuar autokraci elektorale. gjeje. Nxirë, tani. Tani të Te nxjerë. Balluku e ke gjetë në Te Balluku. Po të nxjerë. A, në mendjen tënde? Jo. E kapim hajdutin e denoncojmë, ju nuk e lejon urdhë arrestin. Demokracia kjo? Da bëjmë dhe atë bisedë. Është zëvendës kryeministri. Bëjmë dhe atë bisedë, po të qëndrojmë te kjo. Në një demokraci, forma se si protesta hedh kryeministrin, shumicën parlamentare. Protestë, demonstrat, pastaj përshkallëzohet. Jo. Si jo? Është Pa e shkot 200 vjet ashtu. Hajde dali me lulun e ti dhe arzojmë. Aja ka marrë me lek, o vlla. E vend një Nuk kam qonë prezident kur jam paguj lek. E vend një rrugëzidhje që ka demokracia janë zgjedhjet. Unë flas me rakim. E vend një rrugëzidhje që ka demokracia janë zgjedhjet. Kur zgjedhjet që i vjedh mes ditës? I ke vjedh mes ditës demokracia janë zgjedhjet. Po do më na bëmë këtallë? Në vota. I ke vjedh mes Të vi ditës. momenti votës. Të lutem mos nuk je në rrej. Bëje. Ti bë politikë, të politik. I ke vjedh. Ku hajde ma thuaj. Ti bë politikë, ti që janë vjedh zgjedhjet. Isha vetë në Vlorë në zgjedhje. Enver Hoxha i ka marrë votat 99.7%. Vlerë më këto, çau bën Shqipërinë. Ti Enver Hoxha 2. Çau bëmo, ku t'ju vollën? Ora ku t'ju vollën? Ju vollën PD-s. Ku t'ju vollën? Cilës parti? More cilës parti ju vollën zgjedhje? Jeni pastar të Enver Hoxhës. More cilës parti ju vollën zgjedhje? PS. E më morën vesh PD-je, po. Cilës parti ka marrë Kam pa armë votim. More cilës parti. Kam pa familjar të isha me ro. Isha me nis familje zhduku. E mos si shvin ka protestuesit sot. Hajde ma murras, hajde ma murras. Hajde si do ju. Hajde në votim ma murras. Proteste PD-s. Hajde ma murras votim. Pa qana ka të rejt. Ku t'ju vota? Ku më ju votë në zgjedhjet? PD-s. Po ju keni 220.000 administrat, ju s'keni marrë votat tuja. 220.000 administrat. Me gjithë grupë bab, janë 800.000, ju s'keni marrë tuja. Po vazhdojë shumë prishe me Sta kanë votu. S'është PS. Ka votu administrat. Zoti Eraj, zoti Bido. Po vazhdojë shumë prishe emisioni, ju lutem. Ju lutem. Mua njerës s'mo ka votuar administrata fare se kisha kundër bajtë. Ti je i dëndjenishëm dhe do dali ditë që janë vjetë të vota. Kanë më duke me du i ditë. Pa kje burnin thuj kje drejtë po për i gjo. Ata më kanë... Po një nga plas shpirti se unë kam 25 denoncime në Gulbin, asë i mas nuk është marrë. Më kanë plagos punëtor, më kanë vjetë pronë, më kanë prish biznes, tim të mu ka marrë 800.000 vota. Po mirë më më Po e kam shkuni nga po me kalash. Se dja mu që ishe me pëdën, mo. Kush e pëdën? Kam vjetë, di unë. Jo, po deshe me folë për pëdën. Po qa pra për pëdën po fleta? Pëdëja është 2008-ën, aj që me gjithë pisat e partisë tuj, i dha autoritet maksimal për ministrin. Se mendoj që 8 vjetë në 8 vjetë ju. Unë për shpirt... Qenë nga dhe kundër pëdës, qenë nga dhe kundër pëdës. Me protestusit e pavaru... Qenë nga dhe kundër pëdës. Eral, tani ti do bësh pak minuta pushim, se po më prish emision, lutem. Se unë të respektoj shumë. Pa më në resim si... Po më respektoj. Ku e ke mor burë dhe njerë po them? Mu më ga që Pa do më le... Pa do më le... Berisha më trëmbë. Berisha ma thonë mua parlamentë po. Me qeshur e marë. Zoti Bushati në shkrimin tuaj... Ma jep tuaj... drejtorën e përgjithshëm policisë një muj ministrinë e mrenshëm. Mu të kalzeun ku e që Berishën e Ramën e pamu. Drejtori përgjithshëm. Gjejeni njërin që ka gradën për kush nuk është me ju gjejeni pra se lo bëj dhe unë ore po trem njëzit që dhe tani më thoshe ti ne demokratës po jena tremër nga ka hik trunë jo shok një popull thash për zotin e madh jena shkatu a do më të gjosh kjo është abuziv hyrja protestës dhe të vetohem 1000 veti i kam kthy mrapsh atë shkoj të sakrifikohem vritëm unë përgatuj po pse do vritesh mor burr jo njerëz vdesun atë shkoj të hyrë pse do vdesë shorbur o vllai janë rrevoltu mbi populli ju jetoni me palasa e me jala o vllai mos ma thuaj mua mor burr ora s'kan shia dhe atje në protestë nuk kam njoftë deputetën me fut se ishte e pesha rroba. Do pushosh një minutë vëlla. Unë i thash a do me fol me ishte vesh me 8 dollar rroba. A ka mundsi? A ka mundsi? Nuk e njih realitetin o zoti Bido. Hajdo, a vishta shosh se sa është kjo bluza? Dhe lëna më. Jo, më prishë emision. Lëna më. Ishin 3 veta.
Dhe Befas mbledhet. Nuk të ta ndorën, okej. Pastaj që ishin nga lëvizje vërrje pirotiste Red Muçit, që i lajmëroi u mblodh një 200 veta. Dhe atje përballë, ndërkohë që unë po ecja për te makina, se nuk më intimidon dot njeri mua, që t'jemi qartë, domethënë. E duket. Se vend dyshim, por në kauza tilla unë s'do isha i guximshëm sa ti me hymrena. Më fal. Hyra brenda më rrethuan. Po Kam lef, zoti Bido. Hyra për te makina dhe më del para një person i cili ishte i dënuar 3 herë për trafikim droge si protestues që më thoshte mua për më bënde mua moral. Mua. Qa thu? Mua. Më bënde moral ai. Më bënde moral ai. Tani asnjë replikë. U afrua për do të Kemi dënuar vetëm ai. pyetje që cilat unë dua Mos e përgjigje. them unë këtë? Bido, Mos e them unë këtë. zoti Bido. Ti ke thënë Mos e një them unë gënjeshtra, ç'a ndodhi po Po të jo, një tjetër. ky është publik. Zoti Bido, tani un kam Erald, të lutem. Tani un kam 2 pyetje të fundit. Mos e them unë këtë. Ju lutem. Kam 2 pyetje të fundit. Monopolizim. Bido, Demokracia. Po jo. zoti Bido, po dëgjoj më një minutë më valla. Kjo publike mos e kush. Ore do 200.000 vetë ka qonë. Ore se unë ditë të them atyre ndërpriteni, o zotri. Denogrohen Ta ndoni. Ore do t'ju them ndërpriteni, o. Një deputet i cili gjejnë dot asgjë s'kelen dollap. Ore do t'ju them, që të mos ju them ndërpriteni mo. mo. Në datën 4 korrik pritet një protestë e madhe. Protestuesit pas nesër, domethënë, kanë deklaruar që do t'i bëjnë një dhuratë Edi Ramës, sepse ka ditëlindjen. Çfarë pritet ndodh tani dhe çfarë dhuratën të një gjetë çdo jetë apo jo? Ka koincidu me pavarësinë Amerikës, fatkeqësisht ditëlindja e këtij tonit, ne shpresojmë të shirojmë Shqipërinë. Unë i bëj thirrje. Datën 4 thua ti? Nga pushtimi nazifashiste. Unë i bëj thirrje çdo shqiptari, çdo personi që ka hallën në Shqipëri Të vinë protestë. të ngrihet atë ditë, sepse është ditë decizive për fatet e kombit dhe koha ka për tregu që ky është hapi më i madh historik që në 1939. Sidorela? Ai dhuratët. Kemi pavarësi Kosovën. Ti jetë grupi Kemi pavarësi Sidorela, jo një sekond. Nga ke surprizut beton që e ke kokra hipokriti. Kemi pavarësi Kosovën e që ka të gjëra Ti duhesh që se besat Unë që... kam thirr. Parë ma, atë që thua ti, Se bes, atë që thu vetë se njërë besat. pavarësi Kosovën e që janë gjëra Kërna ke bo politika 3 orë mashtrim live tu. Po thuaj në një gjë që ka mashtruar. Po s'ke thonë, libri zhvillim, libri. Zhvillim. Libri doli këtë robave dhe demasku. Erald, mos më detyroj që të mos stresme. A mana se më plas shpirti Po jo, po s'ka lidhje. Ai ka, Do ta thoshe ai thot para i mendon. Ai ka gjërat e veta. Në politikë, Po para se thoshe Njerëzit, Erald, mësoj. pavarësinë e Erald, Kosovës. E s'ka Erald, gjë sa vjeç se jeni pavarësia tani? e Kosovës se kjo. 41 ke mjaftueshëm, Kam që punu të me kuptosh. Selefisa, kam punu Jo, me një minutën. Albanija, Mjaftueshëm që të kuptosh që ti thua gjërat e tua kyt vetat dhe kuptoj dot politikën. njerëzit gjykojnë. Se Mos i kuptoj kupton, politikën e Po mirë, mo ti se kupton të kuptojnë ata. Të i thonë yllër E ke ti mirë. Patos Lubonja dhe e beso. O vla, mos S'beso më ylli ku Pas voton, munëm, se voton ylli mendon ti? ke 20 minuta i ke thonë Patos Lubonja Jo, ju. jo, të lutem. Ato s'lubonja. Me datë 4 Ti dhe gjo ke bo me argumentat që ke thonë. Çdo gjë e ke Në thonë. datën 4, Sidorela, jo të lutem. Në njërë pësë pse nga to. Me datën Ose për 4 konfliktual. Më i madh i Erald, të lutem, Erald. Të 3 lutem. vjet para.